Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me një energji shumë të bukur. Dhurata. Dhurata flet për marrjen e diçkaje me vlerë, që nuk do të thot me patjetër në kuptimin material. Mund të jetë një mundësi, mund të jetë një ndihmë, një lajm i mirë, një gest mirësie, ose një kuptim që ju vjen në momentin e duhur. Ose mund të jeni ju që jeni në rolin dhurues. Dhurata shpesh shfaqet kur Zoti dëshiron t'ju kujtojë se jo gjithçka fitohet me përpjekje dhe sakrificë. Disa gjëra vijnë si bekime. Unë do të thoja që gjatë kësaj jave përpiquni të vini re edhe gjërat e vogla, sepse ajo që në fillim duket e zakonshme, mund të ketë një rëndësi më të madhe nga sa mendoni. Më pas kemi kartën gruaja e pjekur. Kjo kartë në sjell energjinë e mençurisë, durimit dhe përvojës. Për disa nga ju mund të përfaqësoj një grua konkrete në jetën tuaj, e cila mund të luajë rol të rëndësishëm përmes këshillës, mbështetjes ose shembullit që jep. Në një nivel më të thellë, unë do të thoja që ajo mund të përfaqësojë vetë procesin tuaj të pjekurisë. Kjo javë duket se ju thërret të reagoni me qetësi dhe jo me impuls. Përgjigjet që kërkoni nuk do të vinë nga emocionet e çastit, por nga aftësia për të parë situatat me sy më të kthjellët. Më pas kemi kartën punë ose profesion. Kjo kartë tregon se një pjesë e madhe e energjisë suaj mund të shkojë drejt punës, përgjegjësive ose në detyrimeve të përditshme që mund të keni. Mund të ndiheni të zënë ose të përqendruar në çështje praktike që kërkojnë vëmendje. Dhe karta nuk flet vetëm për profesionin, pra për punën, por flet për çdo angazhim që kërkon kohë dhe përkushtim. Kjo kartë sugjeron se mund të jeni në një periudhë ndërtimi, ku rezultatet mund të mos shihen menjëherë, por po krijohen themele të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Më pas kemi kartën mendime. Kjo kartë tregon se mendja juaj është shumë aktive. Ndoshta mund të jeni duke reflektuar për një person të caktuar, për një situatë ose për një vendim që kërkon analizë. Gaforja është një shenjë që shpesh jeton me emocione shumë të thella dhe me kujtime. Ndaj kjo kartë mund të tregojë se po kaloni më shumë kohë në botën tuaj të brendshme. Gjithashtu unë do të thoja që kjo kartë ju thërret të dëgjoni mendimet tuaja, por edhe të dalloni cilat prej tyre ju ndihmojnë dhe cilat prej tyre ju mbajnë të bllokuar në rrethin e shqetësimeve. Më pas kemi kartën ndryshim. Dhe kjo kartë sjell lëvizje dhe transformim. Pas periudhës së reflektimit, duket se diçka fillon të zhvendoset. Mund të jetë një plan që ndryshon, mund të jetë një këndvështrim, mund të jetë një rutinë ose një rrethan konkrete. Ndryshimi këtu nuk duket i rastësishëm, sepse vjen si pasojë e kuptimeve që po fitoni. Ndonjëherë ndryshimet më të mëdha nuk janë ato që ndodhin jashtë nesh, por ato që ndodhin brenda nesh. Dhe ndryshimi në këtë rast sugjeron se jeni duke lënë pas një mënyrë të vjetër të parit të gjërave. Më pas kemi kartën burgim. Dhe kjo kartë flet për ndjesinë e kufizimit. Megjithatë, unë do të thoya që në shumicën e rasteve burgimi nuk flet vetëm për pengesa të jashtme, por për pengesa mendore dhe emocionale. Mund të ndiheni sikur një situatë nuk ju lejon të lëvizni lirshëm, por burgimi ju thërret të pyesni veten nëse kufijt janë real apo nëse një pjesë e tyre mund të vinë nga frika, nga dyshimi, nga zakonet të vjetra. Pra, burgimi shpesh shfaqet kur kemi më shumë liri se sa mendojmë, por ende nuk kemi arritur ta kuptojmë këtë gjë. Më pas kemi kartën shqetësim.
Dhe kjo karta e fundit tregon se ekziston ose mund të ekzistojë një çështje që vazhdon të tërheq vëmendjen tuaj. Mund të jetë një shqetësim për të ardhmen, mund të jetë një shqetësim për një vendim ose për një situatë që ende nuk ka marrë formën përfundimtare. Megjithatë, duke parë gjithë shtrirjen e kartave, kjo kartë duket më shumë si një paralajmërim kundër mbi ngarkesës psikologjike, sesa si treguesi një problemi real. Ndonjëherë shqetësimi lind sepse zemra dhe mendja nuk janë ende gati të besojnë se ndryshimi mund të jetë pozitiv. Në Prism Oracle kemi kartën vdekja. Kjo është karta me mesazhin më të thellë të gjithë panoramës, sepse vdekja rrallëherë lidhet me kuptimin fizik të fjalës. Vdekja simbolizon fundin e një cikli dhe lindjen e një cikli tjetër, pra diçka po përfundon ose mund të përfundojë, që mund të jetë një mënyrë e vjetër e të menduarit, mund të jetë një barrë emocionale, mund të jetë një frikë ose një histori që ka zgjatur më shumë se sa duhej. Kjo kartë është simboli i transformimit të madh. Vdekja ju thret të mos kapeni pas asaj që po largohet, sepse hapësira që krijohet do të mbushet me diçka të re. Vdekja nuk është fundi i historisë, është thjesht fundi i një kapitulli, sepse diçka duhet të përfundojë që diçka tjetër të fillojë. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte koha e lëshimit ka ardhur dhe jo çdo fund është humbje. Disa përfundime janë rilindje.